A pranohet abdesti me thonjë të mbjellur të cilët i kemi hequr por kanë mbetur pak? Atëherë, duhet ta dimë se kur marrim abdest, duhet që uji i abdestit të depërtojë në çdo pjesë të gjymtyrëve pra që lahen gjatë abdestit. Dhe normal, thonjt e mbjellur e pengojnë depërtimin e ujit, kështu që duhet të hiqet gjithçka. Dhe ne dim fare mirë atë ngjarjen e atij sahabiut që po falte namaz në kohën e profetit alayhis salam dhe kishte mbetur një pjesë të këmbë e tij pa lar, pra pa e lag uji, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pra urdhëroi që të shkonte të merrte abdest, pra ta përsëriste abdestin. Kështu që duhet me tregu kujdes, pra dhe me u mundu të depërtoj ujit tek çdo gjymtyrë.